4 shkurti mbeten një referim historik i terrorit antishqiptar që komunistët e përdorin për propagandë dhe kundër unitetit të kombit, por që ishte mbushur me të pavërteta. Së pari në Shqipëri, komunistët imponuan luftën civile me agresivitet të pashoq dhe krime të përbindshme, deri dhe me vrasjen e fëmijëve dhe përdosjen e kufomave. Këto akte ata i shfaqën në kryengritjen e Fierit më 1935 nëpërmjet udhëzimeve të killerit ndërkombëtar, terroristit komunist të përdorur nga Moska në disa shtete për terror dhe shantazh, Rizat Serova. Aty u përdos kufoma i generalit të mbretërisë Gjilardi, të cilit ju shkulën dhëmbët e Florint. Për këtë, gjyqi e dënoi autorin e përdosjes Sulejman Maneku me vdekje, sepse ky akt nuk përputhej me moralin shqiptar mbi sjelljen ndaj viktimës. Edhe gjatë sulmeve komuniste ndaj ballit kombëtar, të filluara nga tetori 1943, komunistët përdorën aktin e shëmtuar të përdosjes së kufomave. Më 3 shkurt 1944, një komando terroristësh komunist e ardhur nga Fieri, e komanduar nga një tjetër komando terroristë komuniste që i priti në Tiranë, e drejtuar nga Petre Bullatović, i cili më vonë ndryshoi generalitetin në Petro Bollati, ku në aksion merrte pjesë, edhe Saveta Shantić, motra e Vasil Shantos, killerit të njohur komunist, e cila më pas u bë gruaja e Petre Bullatović. Të gjithë këta ishin nga komuniteti serbo-malazez i Vrakës në Shkodër, të organizuar drejt për drejt nga Miladin Popović dhe Vojislav Kušić, alias Vojo Kushi, i vrarë një vit më parë për terrorizëm, të cilit i ishte ngritur miti i komunistit trim të papërmbajtur, Vojislav Kušić. Në rrethanat e paqarta që prej vitit 1940 ishte në Beograd ku mësonte për aviator. Në historikun e tij është shkruar një porrall se në tetor të vitit 1941 ai u nis me një avion mësimor drejt Bashkimit Sovjetik për të ndihmuar vendin komunist në çlirimin nga gjermanët që e kishin sulmuar. Sipas porrallës, avioni u rrëzua dhe heroi ra shëndoshë mirë në tokë, ku u gjet nga sovjetikët, të cilët i rekomanduan që në interes të Rusisë dhe Serbisë të organizonte bashkë me serbo-malazezët drejtimin komunist në Shqipëri dhe kështu bëri. Sapo mbërriti në Shqipëri, me një grup serbo-malazez nga Katundi Vrake i Shkodrës, uzurpoi organizimin slavo-komunist në Shkodër dhe më pas u nis drejt Tiranës, ku u ngarkua me drejtimin e njësive guerile komuniste që vrisnin nacionalistë shqiptar në emër të nacionalizmit serbo-rus që komandonte komunist shqiptar. Në një aksion të terrorit komunist, ai rrëmbeu një vajzë 10 vjeçare dhe milicia organizoi rrethimin dhe vrasjen e tij. Pra ky grup terroristësh i mbërritur në Tiranë më 3 shkurt 1944 qelloi kundër makinës ku udhëtonte ministri i Brendshëm Xhafer Deva me komandant Kadrit Cakranin. Në këtë atentat u vran nipi 10 vjeçari ministrit që ishte shqiptar nga Kosova dhe u plagos Kadrit Cakrani. Serbët që komandonin Partinë Komuniste nuk e suportonin dot që një ministër aq më keq nga Kosova të administronte Shqipërinë deri në Mitrovicë. Tirana kishte plot oficer gjerman që lëviznin lirshëm dhe mund të vriteshin në atentate, jo të vriteshin shqiptar. E për më keq, një fëmijë 10 vjeçar nga Kosova, por përzgjedhja e atentatit tregonte më shumë. Terrori komunist që kishte pushtuar vendin synonte në 2 drejtime, të eliminonte kundërshtarët politik të ballit kombëtar me vrasje e krime dhe të mbante nën terror qeverinë e Tiranës, e cila kishte vetëm një xhandarmari për ruajtjen e rendit dhe nuk i luftonte komunistët. Qëllimi ishte që ajo të mos qeveriste Kosovën, e cila në këtë kohë me ndihmën e qeverisë së Tiranës krijoi një administratë shqiptare model dhe një arsim kombëtar të shkëlqyer ku patriotizmi ishte në themel të edukimit. Serbët që komandonin PKSH-n nuk mund të lejonin që qeveria e Recep Bej Mitrovicës të zotronte hapësirën e Shqipërisë etnike dhe indicia e atentatit e kishte burimin te Miladin Popović që komandonte komunistët shqiptar. Kjo komand vazhdoi edhe më pas kur Enver Hoxha dërgoi disa brigada partizane për të luftuar nacionalistët shqiptar të Kosovës, duke eliminuar së bashku me serbët rreth 30.000 nacionalistë, deri edhe duke dërguar disa prej tyre në masakrën e Tivarit. Qëllimi i serbëve u arrit me Enver Hoxhën. Ata eliminuan nacionalistët shqiptar të Kosovës që nuk lejonin hyrjen e serbëve në Kosovë, sepse kishte 3 vjet që shteti shqiptar administronte me një shtet, Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë shqiptare. Me shifrat e viktimave të 4 shkurtit 1944 është luajtur gjithmonë për të kryer misionin e propagandës dhe shifra lëviz nga 13 deri në 24 terroristë të vrarë, të selektuar nga Xhandarmeria gjatë natës në përbazat të njohura të Tiranës, të gjithë pjesëtar të grupeve terroriste komuniste që lëviznin lirshëm në Tiranën atyre viteve. Komunistët e çuan shifrën në 84 të vrarë dhe e përdorën për propagandë për 50 vjet. Pasardhësit e tyre gjenetik dhe politik po e përdorin ende edhe sot.